Hani hudhër çdo ditë për një muaj, do zgjidhni problemin tuaj më të madh. Hudhra është një nga ushqimet më të dobishme për shëndetin e njeriut. Ajo është e pasur me vlera ushqyese dhe shëndetësore të cilat mbrojnë organizmin kundër një sër komplikacionesh. Përzierja e saj ka aftësi të mira shëruese kundër problemeve të ndryshme në rrugët e frymëmarrjes. Hudhra mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Allium stavium, e njohur ndryshe si hudhra, është një bimë barishtore e cila mund t'i japë shumë përfitime në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Hudhra përdoret dhe është e mirë për uljen e problemeve të kolesterolit të keq në gjak, duke ju ndihmuar që të arrini kështu rezultatet e shumë pritura në një menaxhim më të mirë të shqetësimeve të tij. Lëngu i hudhrës gjithashtu mund të jetë një alternativë e çmuar në situatën tuaj konkrete. Atyre që vuajnë nga hipertensioni do të mjaftonte të konsumonin të paktën 1 deri në 2 thelpi hudhër në dietën e tyre, dhe përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të ndryshme, citon Health Site. Hudhra është një produkt fantastik, që mund të lidhet gjithashtu edhe me një shëndet më të fortë të organizmit. Shumë njerëz e përdorin hudhrën pavarësisht edhe aromës së saj të veçantë. Ajo nuk është vetëm një produkt i shëndetshëm dhe i thjeshtë për të ushtuar në vaktet tuaja, por gjithashtu është e rëndësishme për mirëqenien dhe mbrojtjen e organizmit tonë në tërësi. Ndaj, konsumi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit dhe trupit tuaj. Sipas Bright Site, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni hudhrën në vaktet tuaja ditore. Hudhra do t'i mbajë dhëmbët tuaj më të shëndetshëm, gjithashtu edhe më të fortë. Përfitimet që ajo ka në shëndetin tuaj dentar do të jenë të menjëhershme edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Fal elementeve që ka, hudhra mund të ofrojë mbarajtje më të mirë të mishrave tuaj të dhëmbëve. Hudhra ka veti të mira antiplakje. Sipas ullumtimeve, hudhra ka efekte të mira antiplakje. Ne rritemi dhe bëhemi të moshuar dhe shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore mund të rigjenerojë më mirë shëndetin tuaj, të lehtësojë komplikacionet e tij dhe të nxjisë gjithashtu një mirëqenie më të mirë të shëndetit. Sidoqoftë, ekspertët tregojnë se maskat me hudhër mund të jenë një alternativë e çmuar e shëndetit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj, përdorime të tilla të hudhrës në përditshmërinë e recetave tuaja do të jenë vërtet fantastike. Hudhra mund të ofrojë edhe një forcë më të mirë të sistemit tuaj imunitar. Fakti që hudhra mund të kontribuojë në shëndetin tonë është ditur prej kohësh. Hudhra ka elementë të cilët mund të funksionojnë si një mbrojtje mjaft të mirë kundër problemeve dhe bakterieve të ndryshme, dhe përfitimet që ajo i jep shëndetit tuaj do ta cilësojnë atë si një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Për forcimin e sistemit tuaj imunitar, hudhra mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kur konsumohet e papërpunuar. Ashtu si që është, ajo mund të ndikojë në një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Substancat që gjenden te hudhra do të jenë një ndihmë shumë e mirë kundër inflamacioneve në organizëm. Ndaj, edhe ekspertët e Healthline cilësojnë atë si një prej produkteve më të mira fantastike, të cilat mund të nxisin një sistem imunitar më të fortë. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu një mundësi e çmuar e shëndetit në betejën kundër problemeve që shkakton hipertensioni. Hudhra është një produkt fantastik i pasur me vlera të larta ushqyese. Studime të shumta kanë treguar se konsumi i hudhrës në planin tuaj afatgjatë mund të ndihmojë në uljen e problemeve të kolesterolit. Sidoqoftë, nëse keni të bëni me ndonjë sëmundje kardiovaskulare ose nivele të larta të elementëve të dëmshëm, gjithmonë duhet të adresoni atë tek mjeku juaj përkatës, për të evituar kështu ndërveprimet ose dhe efektet negative që ato mund të kenë në shëndetin tuaj, citon Healthline. A i dini se ngrënia e një thelpi hudhër mund t'i ofrojë trupit tuaj shumë përfitime? Hudhra
një përbërës i thjesht i pasur me përfitime të larta shëndetësore. Mund të luajë një rol të mirë kundër inflamacioneve në organizëm dhe të ndihmojë gjithashtu në një rigjenerim më të mirë të shëndetit tuaj. Hudhra stimulon sistemin imunitar dhe normalizon gjithashtu florën e barkut. Hudhra është një antibiotik i fuqishëm natyror, me të vërtet mund të punojë në dobi të vlerave të shëndetit. Hudhra vret një numër të madh të bakterieve të ndryshme. Përdoret gjithësisht në recetat e mjekësisë natyrale dhe tradicionale edhe për trajtimin e problemeve dhe komplikacioneve të ndryshme. Ndaj, përdorimet të tilla të kësaj bime mund t'japin gjithashtu përfitime të larta për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Të dhënat më të hershme të njohura tregojnë se hudhra është pjesë e rëndësishme e dietave ditore në parandalimin dhe trajtimin e komplikacioneve të ndryshme, efekte këto të cilat mund të zgjasin për një kohë të gjatë dhe të zbulojnë gjithashtu përfitime të rëndësishme në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe bëheni pjesë të dietave tuaja hudhrën. Hudhra përmban gjithashtu përbërës të azotit, natriumit, kaliumit, selenit, kalciumit, magnezit, silicit, gjithashtu dhe acidit fosforik, vitaminës C, vitaminës B, vitaminës B12, fitosterole, ekstrakte dhe elementë të tjerë esencial. Përveç kësaj, hudhra është një përzgjedhje shumë e mirë në mbrojtjen e shëndetit tuaj, dhe me kalimin e kohës, ajo mund t'japë përfitime të rëndësishme ushqyese në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Hudhra është një përzgjedhje shumë e mirë natyrale. Në betejën kundër komplikacioneve mund të shoqërohet edhe me një nxitje më të mirë të imunitetit. Hudhra parandalon plakjen dhe përqendrohet gjithashtu në një nxitje më të mirë të organizmit tuaj në tërësi. Hudhra mund të zvogëlojë gjithashtu nivelin e kolesterolit të keq dhe të ndihmojë organizmin të jetë më i fortë dhe më i shëndetshëm. Ajo është e rëndësishme dhe mund të shtohet vazhdimisht në vaktet tuaja ditore për të forcuar sistemin imunitar dhe për të rritur gjithashtu ndikimin pozitiv të organizmit në tërësi të shëndetit. Hudhra mund të shkatërrojë një numër të madh të bakterieve të ndryshme. Ajo mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e zemrës dhe të reduktojë gjithashtu komplikacionet e shëndetit të arteriosklerozës. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit në betejën kundër komplikacioneve dhe rënies së dëmshme të rezistencës së tij. Hudhra është një antibiotik shumë i fuqishëm kundër ftohjes, kundër çrregullimeve të sistemit nervor dhe shkatërimin e qelizave të dëmshme. Ajo është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja esenciale ditore do të ndikojë pozitivisht edhe në një shëndet më të mirë të imunitetit tuaj. Hudhra është një përzgjedhje fantastike, që me ndikimin e saj esencial mund të shndrohet gjithashtu edhe në një mbrojtje më të mirë për organizmin tuaj. Hudhra është e mirë për shëndetin e zemrës. Hudhra është e njohur për parandalimin e një game të gjerë të infeksioneve dhe bakterieve të ndryshme të cilat i kanosen shëndetit tuaj në tërësi. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe bëni pjesë të recetave tuaja ditore këtë produkt fantastik, duke ditur kështu edhe elementet e saj ushqyes. Hudhra është e njohur për parandalimin dhe trajtimin e një game të gjerë të sëmundjeve kardiovaskulare në metabolizëm, duke përfshirë këtu arteriosklerozën, trombozën, presionin e lartë dhe diabetin. Jo vetëm që do të rrisë sistemin imunitar dhe detoksifikimin, por ka veti të mira antimikrobike dhe parandalon gjithashtu ndikime negative të tyre në shëndet. Përveç se është një përzgjedhje e mirë e imunitetit, hudhra mund të jetë gjithashtu një nxitse mjaft e mirë e shëndetit tuaj të zemrës. Ekspertët e Healthline cilësojnë në këtë bimë si një përzgjedhje më të mirë për shëndetin tuaj kardiak. Pavarësisht aromës, 1 deri në 2 thelbi hudhër në ditë janë më se të mjaftueshme për të marrë këto përfitime të rëndësishme, citojnë ekspertët e Healthline. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe bëheni pjesë të dietës suaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.